Dashi, hëna e plotë e sotme bie në shtëpinë tuaj të 5 diellore, duke sjellë një valë të fuqishme energjie që vendos në fokus dashurinë, kreativitetin dhe shprehjen e lirë të vetvetes. Mund të përjetoni një lloj zgjimi shpirtëror ose një epifani që ju bën të kuptoni se keni nevojë të argëtoheni më shumë dhe të gjeni mënyra më efektive për të çlodhur nga stresi i përditshëm. Ky fenomen qiellor ndriçon sektorin tuaj të lojës dhe argëtimit, duke ju nxitur t'i pranoni ndjenjat tuaja dhe t'i lini ato t'ju udhëheqin drejt asaj që ju bën vërtet të lumtur. Ndoshta keni mbajtur brenda vitesh emocione të papranuara dhe sot do të ndjeni një nevojë të madhe për t'i çliruar ato. Gjë që do t'ju falë një ndjesi lehtësimi të jashtëzakonshëm. Informacione të reja ose një shpërthim emocionesh mund të bëhen shkak për një pikë ktheje në jetën tuaj, duke ju bërë të vetëdijshëm për afeksionet që I kishit anashkaluar. Mund të zbuloni hobi të reja ose të shihni me një sy tjetër projektet tuaja kreative, marrëdhëniet me fëmijët ose miqësitë e ngushta. Një mik apo një rrjet I caktuar njerëzish mund t'ju shtyjë në drejtimin e duhur, qoftë drejt për drejt apo tërthorazi, duke ju ndihmuar të gjeni kanalet e duhura për të shprehur talentin tuaj dhe për të arritur lumturinë afatgjallë. Demi, hëna e plotë e sotme sjell një vëmendje të veçantë për çështjet e shtëpisë, familjes dhe botës suaj të brendshme, I dashur Demi. Nëse kohët e fundit keni derdhur shumë energji të përgjegjësitë ndaj botës së jashtëm apo karrierës, rrethanat e sotme do t'ju kujtojnë se është jetike të gjeni një ekuilibër. Nëse e keni tepruar me angazhimet, trupi dhe mendja do t'ju kërkojnë të ndaloni dhe të gjeni mënyra për të pushuar më shumë. Mund të dalë në pah një çështje që lidhet me shtëpinë, pronën ose një situatë familjare që kërkon vëmendjen tuaj të menjëhershme. Ky është momenti ideal për të pranuar nevojat tuaja për siguri. Rehati dhe ushqim shpirtëror brenda mjedisit tuaj privat. Ndjenja juaj e fortë e përgjegjësisë do të shërbejë si një nxitës për rritjen tuaj të brendshme dhe për shërimin e plagëve të vjetra. Është koha t'i kushtoni vëmendje cilësore jetës suaj personale dhe të kuptoni se baza juaj e sigurt është ajo që ju jep forcë për të përballuar çdo gjë tjetër. Duke u fokusuar te rrënjët tuaja, do të ndiheni më të qëndrueshëm dhe gati për të përballuar çdo sfidë që ju sjell e ardhmja. Binjakët, sot mund të jetë një ditë jashtëzakonisht emocionuese për zbulimet tuaja personale. Hëna e plotë rrit ndjeshmërinë tuaj dhe ndershmëria ndaj vetvetes do të ketë një efekt pastrues në mendjen tuaj. Është koha për t'u përballur me ato gjëra që I keni shmangur qëllimisht kohët e fundit, dhe ky ballafaqim do t'ju jap ndjesinë e shumë kërkuar të ecjes përpara pa pengesa. Ky fenomen mund të nxjisë pak dramë në mjedisin tuaj të afërt, ose mund të jetë koha kur do të korni frutet e projekteve apo përpjekjeve tuaja mësimore. Nëse I keni lënë pas dore punët tuaja të përditshme, tani është momenti për të rivendosur rregullin dhe ekuilibrin në jetën tuaj. Pritet të përjetoni emocione të forta, tërheqje të papritura dhe zbulime që do t'ju habisin edhe ju vetë. Hëna e plotë mund të nxjerrë në dritë ndjenjat tuaja të vërteta për një projekt specifik apo një drejtim që keni marrë në jetë. Komunikimi do të jetë kyç dhe mund të gjendeni në mes të një aktiviteti të ngjeshur me mesazhe, lajme, udhëtime të shkurtra apo vendime të rëndësishme lidhur me shkollimin dhe mënyrën se si e shihni botën. Gaforja, hëna e plot arrin kulmin e saj sot në sektorin tuaj të financave, duke vënë në qendër të vëmendjes ndjenjat tuaja rreth parave, përgjegjësive, pronësisë dhe pushtetit. Ky ndikim mund të lidhet drejt për drejt me të mirat materiale dhe burimet tuaja, por mund të prek edhe çështje shpirtërore dhe emocionale që kanë të bëjnë me vlerën tuaj si person. Ka shumë mundësi të përballeni me dëshira dhe nevoja që I keni mbajtur të fshehura në subkonsciencë, dhe ky do të jetë një mësim I shkëlqyer për ju. Mund të ketë zbulime që lidhen me vlerat tuaja, talentet që nuk I keni shfrytëzuar sa duhet, ose mënyrën se si ndani përgjegjësitë dhe pushtetin në marrëdhëniet tuaja. Për të pasur rezultatet më të mira, synoni të forconi ndjenjën e vlerësimit për veten dhe të kërkoni rehatinë që ju mungon.
Nëse keni kaluar shumë kohë duke u dhënë të tjerëve dhe duke i mbështetur ata, tani do të ndjeni një nevojë të fuqishme për të sjellë ekuilibrin në botën tuaj. Ky mund të jetë momenti kur vijnë të ardhurat të papritura ose merrni lajme të rëndësishme për burimet tuaja ekonomike. Luani, hëna e plotë e sotme ndodh pikërisht në shenjën tuaj, i dashur Luan, dhe kjo do të thotë se do të ketë një lulëzim ose një pranim total të ndjenjave tuaja më të thella për një çështje të caktuar. Ky fenomen mund të shënojë një pikë ktheje vendimtare për planet tuaja personale. Emocionet që keni mbajtur të groposura do të dalin në sipërfaqe dhe projekte që i keni nisur prej kohësh do të arrijnë në fazën e tyre të përfundimin. Çdo ndjenjë që keni anashkaluar ose injoruar do të zmadhohet tani, duke ju detyruar ta shihni të vërtetën në sy. Të dish se çfarë ke në zemër është një forcë e madhe, edhe nëse të duhet ende kohë për të ndërtuar një plan se si t'i arrish qëllimet e tua. Një zbulesë personale mund të ndodhë pikërisht tani. Mundohuni të mos e mbingarkoni veten me shumë punë dhe mbani mendjen të hapur derisa të arrini një siguri të brendshme. Dita mund të jetë paksa kaotike për shkak të ndjeshmërisë suaj të rritur, ndaj merrni kohën e nevojshme për t'i tretur emocionet përpara se të hidheni në veprim. Mos lejoni që padurimi t'ju prish punë, lërini ndjenjat të rrjedhin lirshëm. Virgjëresha, sot, një pjesë e juaja mund të dëshirojë të tërhiqet paksa në prapaskenë, qoftë edhe vetëm për të fituar pak kohë për veten tuaj. Me hënën e plotë që ndodh në sektorin tuaj të privatësisë, një dritë e re do të ndriçojë tendencat e fshehura ose çështjet që kanë ndodhur pas krahave tuaj kohët e fundit. Tani do të jeni në gjendje të plotësoni pjesët e munguara të mozaikut. Ky fenomen mund të zbulojë një sekret, një çështje private ose diçka që lidhet me shëndetin dhe mirëqenien tuaj. Gjithashtu, një projekt pune mbi të cilin keni punuar gjatë mund të arrijë kulmin e tij. Nëse keni punuar shumë rënd ose keni harxuar shumë energji duke ndihmuar të tjerët dhe keni injoruar nevojat tuaja. Tani është koha për të rivendosur ekuilibrin. Pushimi dhe koha vetëm janë të domosdoshme për ju në këtë moment. Megjithatë, nëse një projekt kërkon vëmendjen tuaj maksimale, do të funksiononi më mirë nëse punoni në vetmi. Intuita juaj është shumë e mbredhtë sot dhe mund të keni një kuptim të menjëhershëm për ndjenjat tuaja të vërteta apo për qëllimet e dikujt tjetër. Peshorja, zbulesat e reja janë rrugës për ju, e dashur peshore. Përmes eksperimenteve dhe eksplorimeve të guximshme, mund të ndiheni më pranë vetes dhe nevojave tuaja më intime. Hëna e plotë e sotme ju kujton se duhet të punoni për të arritur një ekuilibër më të mirë në jetën tuaj, duke përfshirë miqt dhe duke marrë parasysh nevojat e komunitetit ku bëni pjesë. Edhe nëse jeni shumë të dhënë pas jetës suaj personale ose romantike këto kohë, kjo lunacion vë në fokus jetën tuaj sociale. Mund të lindë një nevojë e papritur për të ndihmuar të tjerët ose për të kthyer një favor të vjetër. Është koha për të ndjerë krenar për veten. Dhe lami i mirë është se edhe të tjerët do t'ju vlerësojnë gjithashtu. Rrethanat do t'ju bëjnë më të vetëdijshëm për rolin e rëndësishëm që luani në jetët e njerëzve të tjerë. Ky është një moment për të nderuar njerëzit që bëjnë pjesë në botën tuaj. Një gjest humanitar ose një zbulim i ndjenjave të fshehura për një mik mund të ndodhë sot, duke hapur rrugën për lidhje më të forta. Akrepi, me hënën e plot në majë të hartës suaj diellore, sot mund të ketë një thirrje për veprim ose një çështje që lidhet me karrierën dhe përgjegjësitë tuaja do të kërkojë vëmendje. Rrethanat janë të tilla që ju jeni në një pozicion ku mund të tregoni anën tuaj më të pjekur dhe më të përgjegjshme. Mund të ketë një vlerësim publik, një çmim ose një mundësi të re punë që ju vjen papritur. Gjithashtu, ka shumë mundësi që të bëni realizime kuptimplota për rrugën tuaj të jetës apo qëllimet tuaja afatgjata. Spotlighti është mbi të ardhmen tuaj dhe një pikë ktheje mund t'i lëviz gjërat përpara me shpejtësi. Nëse deri tani jeni marrë shumë me jetën tuaj private. Ngjarjet e sotme do t'ju kujtojnë se duhet të kujdeseni edhe për obligimet e jashtme.
Një plan i madh është i domosdoshëm tani dhe mund të zhvilloni një ide të re që do t'ju ndihmojë të arrini objektivat tuaja. Kuptimi i thirrjes suaj të vërtet profesionale është më afër se kurrë. Shigjetari, hëna e plotë e sotme mund të sjellë një ide ose një projekt në lulëzim të plot, i dashur shigjetar. Nevoja juaj për të gjetur një kuptim më të madh të jeta, përtej rutinës së thjeshtë, do të dalë në plan të parë. Nëse keni nevojë për një shtys ose pak guxim ekstra për të provuar diçka të re, kjo hënë e plot do t'ju ndihmojë. Jeni duke arritur në një pikë ktheje ose në një zbulesë lidhur me komunikimin, mësimin, edukimin apo një çështje botimi, gjë që do t'ju nisë në një rrugë të re e të freskët. Ky fenomen mund të sjellë përfundimin e suksesshëm të një projekti ose mbylljen e një kapitulli. Informacione të reja mund të dalin në dritë që ndryshojnë tërësisht perspektivën tuaj për një çështje të caktuar. Dhe emocionet do të jenë në kulm. Edhe pse jeta mund të duket paksa kaotike përkohësisht, mbani parasysh se ajo që ndjeni sot mund të jetë paksa e egzageruar. Sidoqoftë, ka një të vërtet thelbësore në këto ndjenja, ndaj është e rëndësishme t'i vëzhgoni ato. Fokusohuni te nevojat tuaja dhe jo te ato që mendoni se të tjerët presin prej jush. Britsjapi, me hënën e plotë të sotme, dallgët emocionale do të jenë të fuqishme dhe jeta juaj intime do të tregojë shenja progresit. Mund t'i hapni syt para një çështjeje financiare që e keni neglizhuar, ose mund të vëreni ndjenja që po lulëzojnë në jetën tuaj të dashurisë. Zbulesat e këtij momenti do të shërbejnë si katalizator për ndryshime në sistemet tuaja të mbështetjes dhe varësisë nga të tjerët. Duke pasur më shumë besim të aftësitë dhe vlerat tuaja, kjo është një kohë e shkëlqyer për të tërhequr përvoja pozitive. Do të mësoni shumë për jetën dhe ndjenjat tuaja sot, edhe pse rruga deri te ky kuptim mund të jetë paksa e vështirë dhe me gunga. Diçka e rëndësishme do të dalë në dritë, duke rritur emocionet rreth vlerave, respektit, ndjenjes së vetvlerësimit dhe pasurisë suaj. Marrëdhëniet e biznesit ose pronat personale mund të jenë gjithashtu në fokus, duke kërkuar një qasje të re dhe më të ndershme nga ana juaj. Ujori, marrëdhëniet dhe çështjet personale mund të duken më të mëdha se vetë jeta me hënën e plotë të sotme që ndodh në shenjën tuaj të kundërt dhe në sektorin e partneriteteve. Janë shumë të mundshme deklaratat emocionale ose kuptimet e papritura për lidhjet tuaja. Kjo mund të jetë një kohë mrekullisht kreative kur pranoni ndjenja që i kishit lënë mënjan dhe nevoja për ekuilibër bëhet prioriteti juaj kryesor. Nëse jeni fokusuar vetëm te planet tuaja personale kohët e fundit, partneri ose një person i afërt mund të kërkojë vëmendjen tuaj dhe është shumë e rëndësishme t'ia jepni atë. Kjo hënë e plot ju kujton se keni nevojë për të tjerët që të jeni versioni juaj më i mirë. Ajo ka të ngjarë të nxjerrë në dritë një çështje të groposur prej kohësh, duke shkaktuar emocione të forta. Një pikë ktheje në një marrëdhënie është plotësisht e mundshme, duke ju çuar drejt një bashkëpunimi më të shëndetshëm dhe më të sinqertë. Peshqit, me hënën e plotë të sotme që ndriçon shtëpinë tuaj të 6 diellore, jeni gati të pranoni ndjenjat tuaja rreth detyrave ose punës që bëni. Nëse nuk keni qenë të kënaqur me punën, mirëqenien ose çështjet e përditshmërisë, tani do ta ndjeni këtë frustrim si një vrull të fuqishëm që ju shtyn drejt ndryshimin. Në aspektin pozitiv, do të jeni shumë të motivuar për të bërë përmirësime në rutinën tuaj, gjë që do t'ju ndihmojë të ndiheni dhe të performoni më mirë. Edhe pse mund të jetë pak e vështirë të menaxhoni të gjitha përgjegjësitë njëherësh, në fund do të ndiheni shumë mirë që keni arritur të organizoheni dhe të ndihmoni të tjerët. Mundohuni të mos shqetësoheni nëse të tjerët po ju vlerësojnë apo jo, por bëni atë që ju bën të ndiheni mirë me veten nga brenda. Është një kohë e shkëlqyer për të eksploruar mënyra se si të përmirësoni zakonet tuaja shëndetësore dhe produktivitetin. Kjo lunacion mund të nxjerrë në sipërfaqe emocione të vërteta që do t'ju ndihmojnë të freskoni jetën tuaj të përditshme dhe të ndiheni më në kontroll.